Dita e 81 e leximit të Biblës. Numrat, kapitulli 2. Zoti i foli akoma Mojsiut dhe Aronit duke i thënë: Bijtë e Izraelit do të vendosen secili pranë flamurit të vet, në shenjat e shtëpisë së etërve të tyre, do të vendosen rreth e rrotull çadrës së mbledhjes, por në një farë largësie prej tyre. Në krahun lindor, ndaj diellit, do të ngrihet dhe do të vendoset flamuri i kampit të Judës sipas renditjes së tij. Prisit e bijve të Efraimit është Nashoni, biri Aminadadit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 74.600. Prandaj, pranë tij do të vendoset fisi i Isakarit. Prisi i bijve të Isakarit është Nethaneeli, biri i Suarit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 504.400. Pastaj do të vi fisi i Zabulonit. Prisi i bijve të Zabulonit është Eliabi, biri i Helonit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 57.400. Të gjithë ata që u regjistruan në kampin e Judës, sipas ndarjes së tyre, ishin 186.400. Ata do të fillojnë marshimin të parët. Në krahun jugor do të vihet flamuri i kampit të Rubenit sipas renditjes së ushtarëve të tij. Dhe prisi i bijve të Rubenit është Elitsuri, biri Shebeurit. Dhe ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 46.500. Pranë tij do të vendoset fisi i Simeonit. Dhe prisi i bijve të Simeonit është Shelumei, bir i Tsurishadit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 59.300. Pastaj do të jetë fisi i Gadit. Prisi i bijve të Gadit është Eliasafi, biri Reuleit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 45.650. Tërë ata që janë regjistruar në kampin e Rubenit sipas divizioneve të tyre ishin 150.450. Këta do të fillojnë marshimin të dytët. Pastaj do të niset për marshim çadra e mbledhjes bashkë me kampin e Levitëve. Në mes të kampeve të tjera do ta fillojnë marshimin në po atë rënd të sistemit të tyre, duke qëndruar secili në vendin e tij pranë flamurit të vet. Në krahun perëndimor do të jetë flamuri i kampit të Efraimit, sipas renditjes së tij. Prisi i bijve të Efraimit është Elishama, biri Amihudit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 40.500. Pranë tij do të zërë vend fisi i Manasit. Prisi i bijve të Manasit është Gamalieli, biri i Pedahsurit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 332.200. Pastaj do të vi fisi i Benjaminit. Prisi i bijve të Benjaminit është Abidan, biri i Gideonit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 35.400. Të gjithë ata që janë regjistruar në kampin e Efraimit sipas divizioneve të tyre ishin 108.100. Këta do ta fillojnë marshimin të tretët. Në krahun verior do të jetë flamuri i kampit të Danit sipas renditjes së tij. Prisi i bijve të Danit është Ahiezeri, bir i Amishadadit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 62.700. Pranë tij do të zërë vend fisi i Asherit. Prisi i bijve të Asherit është Pagieli, biri i Okranit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 41.500. Pastaj do të vi fisi i Neftalit. Prisi i bijve të Neftalit është Ahira, biri i Enanit. Ata që u regjistruan në divizionin e tij ishin 53.400. Të gjithë ata që u regjistruan në divizionin e Danit ishin 57.600. Ata do të nisen për marshim të fundit pranë flamujve të tyre. Këta janë bijtë e Izraelit që u regjistruan në bazë të shtëpive të etërve të tyre. Të gjithë ata që u regjistruan në kampet e ndryshme sipas divizioneve të tyre ishin 603.550.
por levitët nuk u regjistruan me bijtë e Izraelit, sepse kështu kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Bijtë e Izraelit ju binden të gjitha urdhrave që Zoti i kishte dhënë Mojsiut. Kështu ata fushuan pranë flamujve të tyre dhe kështu e nisin marshimin secili sipas familjes së tij dhe sipas shtëpisë së etërve të tij. Amen. Haleluja. Psalmi 145. Pra vazhdojmë me leximin e Biblës në ditën e 81, Psalmi 145, Psalmi 146, Psalmi 147. Unë do të përlëvdoj o Perëndia im dhe mbreti im, do të bekoj emrin tënd për jetë. Do të bekoj çdo ditë dhe do të lëvdoj emrin tënd për jetë. Zoti është i madh dhe i denj për lavdërim, për lavdërimin më të lartë dhe madhështia e tij është e panjohshme. Një brez do t'i shpall lavdimet e veprave të tua tjetrit dhe do t'i njoftoj mrekullitë e tua. Do të mendohem thellë mbi shkëlqimin e lavdisë sate dhe mbi veprat e tua të mrekullueshme. Këto do të flasin për fuqinë e veprave të tua të tmerrshme dhe unë do të tregoj madhështinë tënde. Ata do të shpallin kujtimin e mirësisë sate të madhe dhe do të këndojnë me gëzim drejtësinë tënde. Zoti është i dhemshur dhe i mëshirë plot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mëshirë. Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dëmshuri për të gjitha veprat e tij. Tërë veprat e tua do të kremtojnë o Zot, dhe shenjtorët e tu do të bekojnë. Ata do të flasin për lavdinë e mbretërisë sate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde, për t'u bërë të njohura bijve të njerëzve mrekullitë e tua dhe shkëlqimin e madhërisëm të mbretërisë sate. Mbretëria jote është një mbretëri për jetë dhe sundimi yt vazhdon brez pas brezi. Zoti përkrah tërë ata që rrëzohen dhe ngre përsëri në këmbë tërë ata që janë rrëzuar. Sytë e të gjithëve shikojnë drejt tyre, duke pritur dhe ti u jep atyre ushqimin në kohën e dur. Ti ja hap dorën tënde dhe plotson dëshirën e çdo qenie të gjallë. Zoti është i drejtë në të gjitha rrugët e tij dhe dashamirës në të gjitha veprat e tij. Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë me të vërtetë. Ai kënaq dëshirën e atyre që kanë frikë prej tij. Ai dëgjon britmën dhe i shpëton. Zoti mbron të gjithë ata që e duan dhe do të shkatroj të gjithë të pabesët. Goja ime do të tregoj lëvdimet e Zotit dhe çdo qenie do të bekoj emrin e tij të shenjtë për jetë. Psalmi 146. Aleluja, shpirti im lavdëro Zotin. Unë do të lavdëroj Zotin derisa të kem jetë. Do të këndoj lavde për Perëndin tim gjatë gjithë jetës sime. Mos kini besim tek princat, as te ndonjë bir njeriu që nuk mund të shpëtoj. Kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë, dhe po atë ditë planet e tij zhduken. Lum ai që ka Perëndin e Jakobit si ndim, shpresa e të cilit është tek Zoti, Perëndia i tij, që ka krijuar qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka është në to, që ruan besnikërinë për jetë, që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti çliron të burgosurit. Zoti u hap sytë të verbërve. Zoti ngre ata që janë rrëzuar. Zoti i do të drejtët. Zoti mbron të huajt, ndihmon jetimin dhe gruan e vet, por përmbys udhën e të pabesve. Zoti mbretëron për jetë. Perëndia yt o Sion, brez pas brezi. Amen. Aleluja. Psalmi 147. Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë t'i këndosh lavde Perëndis ton, sepse është e kënaqshme dhe e leverdishme ta lëvdosh. Zoti ndërton Jeruzalemin dhe mbledh thumbrit e Izraelit. Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre. Llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjitha sipas emrit të tyre. I madh është Zoti ynë, e pamas është fuqia e tij dhe e pafund zgjuarësia e tij. Zoti lartëson njerëzit e përulur, por ul deri në tokë njerëzit e këqij. Këndojini Zotit me falënderim, këndojini Zotit me qeste, lavde Perëndis ton, që mbulon qiellin me re, përgatit shiun për tokën dhe bën që të rritet bari në malet. Ai
i jep ushqim baktis dhe zogjve të korbëve që thërrasin. Ai nuk kënaqet me forcën e kalit dhe nuk gjen ndonjë gëzim në këmbët e njeriut. Zoti kënaqet me ata që kanë frikë prej tij, me ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndin tënd, o Sion, sepse ai të ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bijtë e tu në mesin tënd. Ai e ruan paqen brenda kufive të tu dhe të ngop me grurin më të mirë. Dërgon mbi tokë urdhrin e tij dhe fjala e tij merr dheun. Dërgon borën si lesh dhe përhap brymën si hi. Hedh breshrin e tij si me copa, kush mund t'i bëj ballë të ftohtit të tij? Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato, bën që të fryera e tij dhe ujrat rrjedhin. Ai ja ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij dhe Izraelit statutet e tij dhe dekretet e tij. Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë komb tjetër dhe ato nuk e njohin dekretet e Zotit. Amen. Haleluja. Vazhdojmë me Luka 1, duke filluar nga rreshti 39 deri në 56. Dhe në ato ditë, Maria u ngrit dhe shkoi me nxitim në krajinën malore, në një qytet të Judes, dhe hyri në shtëpinë e Zakarias e përshëndeti Elisabetën. Dhe ndodhi që sapo Elisabeta dëgjoi përshëndetjen e Marias, fëmia i kërceu në bark. Dhe Elisabeta, e mbushur me shpirtin e shenjtë, thirrri me zë të lartë duke thënë: Ti je e bekuar ndër gratë, dhe i bekuar është fruti i barkut tënd. Dhe përse po më ndodh kjo që nëna e Zotit tim të vijë tek unë? Sepse ja, sapo arriti në veshët e mizeri përshëndetjes tënde, fëmia nga gëzimi kërceu në barkun tim. Tani e lumtur është ajo që besoi, sepse gjërat që janë thënë nga ana e Zotit do të realizohen. Dhe Maria tha: Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazëllon në Perëndin shpëtimtarin tim, sepse ai e shikoi me pëlqim urtësinë e shërbëtores së tij, sepse ja, tani e tutje të gjitha brezat të më shpallnin të lumtur. Sepse i plot fuqishmi më bëri gjëra të mëdha dhe i shenjti është emri i tij. Dhe mëshira e tij shtrihet nga brezi në brez për ata që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet, i shpërndau krenarët me mendimet e zemrave të tyre. I përmbysh si pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngriti të përulurit. I mbushi me të mira të urtit dhe i ktheu duar bosh të pasurit. Ai ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e vet, duke i kujtuar për mëshirën e tij. Ashtu si u pati deklaruar etërve tanë, Abrahamit dhe pasardhësve të tij, për gjithmonë. Dhe Maria ndenjë me Elizabetën gati 3 muaj, pastaj u kthye në shtëpinë e vet. Dhe Elisabetës i erdhi koha që të lindë dhe të nxjerrë në dritë një djalë. Fqinjët e saj dhe të afërmit, kur dëgjuan se Zoti kishte treguar mëshirë të madhe ndaj saj, u gëzuan. Dhe ndodhi që të tretën ditë erdhën për ta rrethprer djalin dhe donin që ta quanin Zakaria me emrin e atit të tij. Këtu mbaron dita e 81 e leximit të Biblës. Ju bekoj.